surprizë apo bëhet shyretja gjyshe, Engji në gëzim. Një lajm i bushëm ka pushtuar rrjetet. Fancat të përpoqen ta zbulojnë nëse shyreti Beluli po bëhet gjyshe, ndërsa vajza e saj, Engji, thuhet se është në gëzim për ardhin e një fëmije. Komuniteti ndjekësve shpërtheu me urime dhe komplimente duke quajtur këtë një lajm të ëmbël familjar dhe duke spekuluar për të ardhmen e familjes së njohur. Pamjet dhe komentet në rrjet treguan një emocion të madh, ndërsa shumë besuan se momenti i ri familjar është i sigurt. Megjithatë, më vonë doli se lajmi nuk ishte i vërtetë. Engji nuk po pret fëmijë dhe gjithçka ishte thjesht një thashëthëm i mediave roz. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.